Një 19 vjeçar humbi jetën në një aksident të rënd trafiku që ndodhi mbrëmjen e së premtes në një nga kryqëzimet më të frekuentuara në Shkup. Në aksident u përfshin një automobil dhe 2 motocikleta, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Aksidenti u raportua në SPB Shkup në orën 22:21. Në kryqëzimin ndërmjet bulevardit Nikola Karev dhe rrugës Prohor-Pçinski u përplasë një veturë tipit Audi A4 me targa të Shkupit, e drejtuar nga NH 31 vjeç nga fshati Vezbegov, në një motocikletë BMW e drejtuar nga MF 19 vjeç nga Shkupi dhe një motocikletë dytë Honda HDV e drejtuar nga NB 21 vjeç nga Shkupi. Si pasojë e përplasjes së fuqishme, 19 vjeçari MF drejtuesi motocikletës pësoi lëndime të rënda trupore. Ai u transportua urgjentisht në kompleksin klinik Nën Tereza, ku nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra dhe ndërroi jetë. Me urdhër të prokurorit publik kujdestar, policia arrestoi menjëherë shoferin e Audis me inicialet NH.